Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga recetat më të thjeshta, por më të shijshme. Duen pak përbërës dhe është një recet që në shije nuk të shgënjen asnjëherë. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigan do shtojmë 2 lugë vaj ulliri, 2-3 speca të prera holl. Unë kam zgjedhur speca të kuqe, por mund ta përgatisni edhe me speca të tjera që ju gjendet në shtëpi. Mua mi preferon shumë djali specat e kuqe dhe i përdor shumë në gatime dhe në receta. Pasi janë skuqur, do shtojmë 10 gram gjalp dhe 1 lugë gjelle miell gruri. Mund ta përgatisni edhe me miell misri. Do vazhdojmë skuqjen gjithmonë në zjarr të ngadalt, duke e përzier në mënyrë që të skuqet mielli dhe të marr pak aromë dhe këtë ngjyrën e bukur që po shihni. Kini kujdes pa e djegur. Pasi është gati, do shtojmë 200 ml qumësht, djathi shkrir kam zgjedhur unë dhe 200 gram mozzarella, krip, spec të kuq, hudhër dhe piper të zi. Pasi i kemi vendosur të gjithë përbërësi, do vazhdojmë gatimin edhe për pak sekonda në zjarr të ngadalt. E them vërtet për pak sekonda, pasi do shihni që masa do të trashet me njëherë, prandaj nuk duhet të gatuani më shumë se ç'duhet. Në momentin që masa bëhet kremoze, atëherë është gati. Unë dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të jidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoni për çdo recetë të re të postuar. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini për shtypjen tuaj në koment. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni.